Fëmijëria jonë prej fëmijërisë fëmijëve tanë dallon. Një që ka dallu e jona prej prindërve tanë. Pra, këto ndryshimet e epokave janë të mirëpritura dhe normale se kanë ndodhur gjithmonë edhe mas një kohë të fëmijëve tanë me të nipave tanë kanë me ndryshu, është proces normal. Po diferencat që mu imi bo për shembull te pjesa kur kemi qenë na fëmijë edhe tash që janë, është e vërtetë që fëmijët e sodit janë të pakënaqur. Është e vërtetë që fëmijët e sodit kanë gjithçka në dispozicion, po as nuk dinë mi shfrytzu, as nuk dinë më kënaq me ta, për dallim prej neve që nuk kena pas kur gjonë në dispozicion. Mirë po, kjo është një proces normal i zhvillimit njerit. Fëmiu është kërkues, fëmiu gjatë gjithë kohës është në pjesën alert që pret çka ka mi ndodhe re. Nëse na nuk i kena pas teknologjinë dhe nuk i kena pas lodrat në dispozicion që fëmijët tonë i kanë pas, na i kemi pas nanat tona. Që shumica nanave tona kanë qenë gra mvise me shumë respekt, edhe kanë qenë gra që kanë ndikuar në edukimin e mirëfillt të familjes. Në ditët e sodit, të gjitha nanat jemi nana karrieriste, që mundohemi në format tona më të mira të mundshme me ndikuar në rritjen edhe edukimin e mirëfillt të fëmijëve tanë. Mirë, po prezenca jonë me fëmijët tanë është e kufizone. Edhe më e rëndësishme është prezenca jonë me fëmijët, se sa gjitha ajo teknologji që ata kanë në dorë. Të gjitha ne kur kthehemi pas një dite të lodhshme në punë, kemi nevojë për pak privatësi dhe kemi nevojë për pak kohën tonë që me së paku një gjysore që neve na duhet për veten tonë. Është ballafaqimi jon i parë me fëmijët, që ata më nxjerrin tu e prit kthimin tonë në shtëpi me na tregu që kanë kaluar në shkollë, qoftë një lëvdat, qoftë një ngarkesë që kanë pas prej shokëve, na nuk jena të gatshëm i dëgju. Edhe kjo mandej e bën ndikimin e vet te personaliteti i fëmijës. Kjo është njëri prej elementeve që e bën fëmin me u ndi i distancuar, që e bën fëmin me u ndi i papëlqyeshëm. Pavarësisht dëshirës tonë të madhe, se është e padiskutueshme që secili prind don më të mirën për fëmin e vet, mirë po në anën tjetër asnjëna prej neve nuk po hekim dorë prej ndërtimit të karrierës. Kështu që mandej dalmi në atë pjesën, në atë dilemën. Kështu që të dy fëmijërit kanë qenë të mira në formën e vet, të dy epokat, të dyat i kanë pas vështirësitë e veta. Nëse atëherë kena pas prindin, kena pas një moment kur na jena lodh prej prindit edhe kena lyp me pas diçka ma ndryshe. E kena lakmu një fëmijë që e ka pas një lodër i vetmi në lagje për shembull, edhe kena dhënë ta kisha si kuraj. E kundërta që tash për shembull njëri prej fëmijëve ka nanën në shtëpi dhe të gjithë e lakmojnë sikur ta kisha dhënë nanën në shtëpi. Po të dy epokat i kanë të mirat edhe të këqijat e veta. Kto janë pjesë normale që ndodhin te jetës. Na jena ka jetojmë në një botë digjitale, kështu që e kena shumë të vështirë mu përshtat na me ata.